Të nderuar familjar, miqë të pranishëm, sot nuk është një ditë si të gjithë ditët tjera. Sot nuk jemi për të folur shumë, por për të ndjerë thellëse sepse dhimbja flet vetë. Në emër të gjithë miqve tanë jemi këtu për të përshëndetur për herë të fundit me shokun tonë Shërbit. Askush nga ne nuk ishte gati për këtë gjë. Nuk mund ta pranoj që në moshën 17 vjeçare plot ëndra, plot përshjeshje e shpresë mund të shuan gjithçka kaq papritur. Në një aksident, në një moment e gjithçka ndryshoi. Unë isha me atë në atë moment. Dhe ai çast nuk do të largohet kurrë nga mendja. E pas dhimbjen nga afër se kujto. E pas se si një jetë lodrit mund të fiket pa paralajmërim. E pas me ato momente një pjesë e shpirtit tim mbeti atje. Por e di që ai do donte që ne të vazhdojmë me forcë, dashuri dhe kujtim të bukur për të. Ne, klasa jote, miqtë e tu, do të kujtojmë gjithmonë si ishte i qeshur, i gjallë, i vërtet dhe i lashër për të gjithë. Në çdo orë, në çdo kujtim ty do të jesh aty i pranishëm në mënyrë më të thellë. Të premtoj që unë nuk do ta harroj. Emri do të vazhdojë dhe të ngjarë besë siri dhe ne. Dashuria për ty do të rritet çdo ditë më shumë, u pret të pasur nga ujon. U shoh se ty nuk i ke ti në një përjetës. Javoni halal, gëditem. E poni është kredit, të shpijave. Deri shumë për respekte për këtë juve. Da, jemi me neve. Allah e se bop, ja bop shumë. Amen.